Ju përshëndes nga lajmet orës 15 këtu në Top Channel. I shohim tani hap pas hapi së bashku zhvillimet kryesore deri në këto momente të ditës. Kombëtarja shqiptare arriti një fitore historike në Leskovës të Serbisë, ndërsa trajneri Silvinho deklaroi se kjo ishte një fitore e madhe që afron skuadrën kuqezi më pranë play-offit të botrorit. Fitoria e Shqipërisë shkaktoi një tërmet të vërtet në futbollin serb. Trajneri i kombëtarës Stojkovic dha dorëheqjen, ndërsa futbollistët e kanë akuzuar atë për tradhti ndaj vendit. Në Kosovë po mbahen zgjedhjet lokale, qytetarët të 38 komunave kanë mundësi të votojnë për kryetar dhe përfaqësues të tyre në kuvende komunale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 948 qendrat e votimit në të gjithë Kosovën janë hapur në kohën orën 7, ndërsa pjesëmarrja ka qenë relativisht të ulët. Gazetarët tanë kanë ndjekur të gjithë procesin, do të shkojmë fillimisht me Muhamet Veliun, i cili ndodhet në kryeqytetin e Kosovës për më të rejat e fundit. Meci të përshëndes, si ka ecur procesi deri tani dhe sa është pjesëmarrja 4 orë para mbylljes së orarit zyrtar? Dorëzo, unë përshëndes, është një proces i cili po ecën mirë dhe me pa probleme, përveç disa ankesave nga lista serbe. Siç dhe ju e thatë, është një përqindje relativisht e ulët në rang kombëtar të atyre të cilët kanë shpërë vullnetin e tyre deri në këto momente. Dhe sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, kemi deri tani 16.53% të votuesve me të drejtë të vote. Analistët e çështjeve zgjedhore këtu në Prishtinë thonë se nëse do të vijohet me këtë trend të ulët pjesëmarrje, atëherë do të ndryshojë shumë pak për sa i përket përfaqësimit të partive politike dhe me gjatë të zgjedhje do të prodhojnë 2 apo 3 balotazhe të mundshme, ndërsa për sa i përket kryeqytetit të Kosovës Prishtinë do të jetë vështirë për një rotacion e kësaj përparim Rama mund shkojë drejt fitores në një mandati të dytë si kryebashkiak i Prishtinës. Faleminderit Muhamet. Ndërkohë presidenti Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti u bën thirrje qytetarëve që të dalin masivisht në zgjedhje. Pasi hodhën votën e tyre, si presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ashtu edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti e cilësuan këtë të sotmen si një ditë tetë e rëndësishme për demokracinë në Kosovë. Osmani në mesazhin e saj nuk la pa e thumbuar sërish Serbinë. Sa më masive pjesëmarrja në procesin zgjedhore, sa më i rregullt dhe i lirë procesi zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. Vazhdimisht Serbia ka ndërhyrë në proceset zgjedhore në Kosovë. Ne natyrshëm që me institucionet tona të sigurisë do të bëjmë çmos që të gjithë qytetarëve përfshirë atyre në veri, që garantohet e drejta e lirisë në votë. Kurti, që mesazhin e tij e dha edhe në gjuhën serbe dhe atë angleze, apelin e vet e përqendroi tek pjesëmarrja në votime dhe i ftoi të gjithë qytetarët pa dallim që të përfshihen në mënyrë aktive në vendimet për komunat e tyre. Votojmë për të vendosur për 4 vitet e ardhshme në komunat tona, për qerdhen, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet. I ftoj të gjithë qytetarët pa dallim që ta përdorin mundësin të shfrytëzojnë të drejtën të bëhen hizëtar në zgjidhjen e problemeve që kanë. Në Prishtinë ndodhet edhe Kristi Gongo në këto momente, e cila është në një prej qendrave të votimit. Të përshëndes Kristi. Ti ke biseduar me komisionerët, pse kaq pak interes deri më tani, sepse e tham edhe pak më herët me kolegun Muhamet Veliu që pjesëmarrja deri tani ka qenë relativisht e ulët. Doris, të përshëndes, në fakt komuna e Prishtinës, si më e madhja e Kosovës, me 222.000 votues që kanë të drejtën e votës, kanë ushtruar deri me të dhënat e fundit nga KQZ-ja, vetëm 41.000 kanë dhënë votën e tyre deri në orën 13 sipas të dhënave të KQZ-s, që tregon një pjesëmarrje me vetëm 18.5%, krahasuar me shumicën, pra është një pjesëmarrje ulët që
këtu në Kosovë po shihet si një apati politike, pra një neglizhencë, sepse mendohet se edhe po të votojnë në fakt nuk do të bëjnë ndryshimin. Kjo edhe për shkak të ngërçit politik që ka ardhur prej zgjedhjeve parlamentare të shkurtit të 2025-s, ku ende nuk është formuar qeveria, por ndikim ka edhe sipas mendimeve që kemi marrë gjatë ditës së sotme, se në fakt shihet si një perceptim se vendimet i merr pushteti qendror dhe komunat nuk kanë ndikim në komunitetet lokale. Megjithse duhet thënë se gjatë paradites ishte mosha e tretë që votoi më së shumti, që tregon edhe këtë pjesëmarrje të ulët, ndërkohë momentalisht shikohet një shtim i pjesëmarrjes i votuesve që shfaqen siç shihet edhe pas krave të mi në gjimnazin Sami Frashëri, ku ndodhemi këtu në qendrat e votimit në Prishtinë, dhe ndoshta do të reflektohet kjo rritje e numrit të votuesve gjatë këtij harku kohor në vijim për të rritur edhe pjesëmarrjen, por gjithsesi duhet presim deri në orën 19 kur është dhe procesi i përfundimit të mbylljes së qendrave të votimit. E qartë, falenderoj Kristi Gongo për gjitha informacionet që na përsolle. Gare fort po zhvillohet edhe në Drenas, ku Ramiz Ladrovci, dikur në radhët e PDK-s, ka vendosur të garojë si i pavarur. Nga një PDK në tjetrën, Ramiz Ladrovci, i cili udhëheq komunën e Drenasit për 9 vite, nuk ju besua sërish rikandidimin në siglën e Partisë Demokratike të Kosovës, pasi i besuan këtë përfaqësim Petrit Hajdarit. Kjo pakënaqësi e krijuar prej Ramiz Ladrovcit bëri që ai të dilte më vete me një lëvizje të re për Drenasin kampion. Çfarë do të zgjedhin banorët e komunës së Drenasit, individin apo partin? Kjo mbetet për të parë deri në përfundim të procesit të votimit. Erdha këtu, po më duket se mirë është. Kroqësia janë gjitha. Fakti që elektorati është disi përçar për shkak të ndarjes Jo, nuk hoj për qëmë. Ata që unë zgjedh për shembull edhe dikush tjetër ata e voton. Për Ramizin votova, po të kalloj drejt. Popullo to këto beton. Që me PDK me zemër Ramiz Ladrovci, merrem me Llagov është ky tjetri. Gjithçka po shkon rregull, probleme s'ka, qytetarët janë vdesuar. Gjatë procesit të votimit, Ramiz Ladrovci u pa i shoqëruar me fëmijë dhe ftoi të gjithë banorët e komunës së Drenasit të ushtrojnë të drejtën e votës. Ta shfrytëzojnë drejtën e tyre për votim. Uroj sukses dhe uroj që zgjedhjet shkojnë ashtu siç duhet, sa më mirë pa asnjë problem. Ndonë se kanë fillu problemet vogla në për oborët shkollave, po ne kemi kërkuar që të mirën gjitha mosat. Leonita Bajrami është postuar tashmë në Zveçan, aty ku pjesëmarrja është më e larta në Kosovë. Leonita, të përshëndes. Pak para se të nisë procesi, ka pasur edhe akuza për ndërhyrje të Serbisë. Të lutem na trego si ka ecur deri më tani ky proces në Zveçan. Ju përshëndes Doris, atëherë deri më tani në 4 komunat veriore të Kosovës, por përfshirë edhe Mitrovicën e Jugut, nuk janë raportuar incidente në procesin e votimit. Ajo që ka theksohet është se 4 komunat veriore, pjesëmarrja e qytetarëve është e lartë krahasuar me qytetin Matan Ibris. Zveçani ka numrin më të madh të pjesëmarrësve në këto zgjedhje në tërë Kosovën, deri më tani mbi 38% sipas dhënave të orës 13 të njoftuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo vjen pikërisht për shkak se edhe në këtë komunë, sikur në Mitrovicë të Veriut, lista serbe organizoi qytetarët për të shpërndarë pastaj në përqendrat e tyre të votimit, dhe ishte kjo pikërisht pse presidentja e Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbinë për ndërhyrje në procesin zgjedhor e trysni mbi qytetarët serb të Kosovës, duke kërkuar njëkohësisht edhe reagim nga Bashkësia Ndërkombëtare për veprimet e Serbisë. Ndryshe, pra nga pjesa veriore e vendit, relativisht e ulët është pjesëmarrja në Mitrovicën e Jugut. Kjo mund të vije edhe si pasojë e gjithë blokadës së muajve të fundit, por edhe për faktin se në Kosovë zakonisht qytetarët dalin në votime pas mesditës ose në pasditën e vonshme. Të falenderoj Leonita Bajrami për raportin tënd live këtu në Top Channel. Ky është Top Channel.
Prej ditës së nesërme në të gjitha rrugët e Shqipërisë do të ndalohet qarkullimi i të gjitha monopatinave elektrike. Vendimi është marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme Albana Koçiu në bashkëpunim edhe me drejtorin e Policisë së Shtetit Ilir Proda. Prej kësaj të hëne, monopatinat nuk do të lejohen më të qarkullojnë në rrugë, trotuare apo hapësira të tjera të qyteteve të vendit. Policia e Shtetit do të iniciojë një aksion të gjerë për bllokimin e këtyre mjeteve, të cilat nga një analizë kryer kanë rezultuar se janë burim aksidenti. Shpesh këto mjete elektrike përdoren nga të miturit, pas një lloj njohje me rregullat e qarkullimit rrugor, çka i ekspozon ata drejt rrezikut, jo vetëm për vete, por edhe për përdoruesit e tjerë të rrugës. Gjatë vitit 2024 janë 991 raste të raportuara nga urgjencat për aksidentet me këto mjete. Midis këtyre rasteve ka pasur edhe fatalitete si dhe dëmtime shumë të rënda. Ne kemi përcaktuar dhe një procedurë standarde bazuar në ligjin e Policisë Shtetit për ta adresuar këtë problem, duke ndëshkuar drejtuesit e këtyre mjeteve dhe përdorimin e këtyre mjeteve në rrugë urbane, duke përfshirë dhe trotuarët dhe duke arritur deri në bllokim administrativ të këtyre mjeteve. Por ky bllokim nuk do të jetë i përhershëm. Policia e Shtetit do të hartojë rregulla të qarta në lidhje me qarkullimin e këtyre mjeteve elektrike dhe hapësirat që do të lejohen të lëvizin. Të gjithë ata që e shohin monopatinën elektrike si një mënyrë biznesi për dhënien me qira ditore, duhet ta kenë të qartë që të mos investojnë në këtë aktivitet. Lejimi gjithmonë pas përfundimit të këtij procesi do të jetë i vlefshëm vetëm për përdorim vetjak të këtyre mjeteve. Ne do të hartojmë rregulla të qarta dhe të zbatueshme nga të gjithë. Do të qartësojmë një herë për gjithmonë se cilat janë korsit, rrugët apo hapësirat ku monopatinat elektrike mund të përdoren dhe ku jo. Si dhe kritere për moshën e përdorimit, masat mbrojtëse si kaska, ndriçimi apo shpejtësia e lejuar. Bllokimin e këtyre mjeteve nga qarkullimi tërësor apo i pjesëshëm, më herët e kanë bërë vende europiane si Franca, Italia dhe Gjermania, dhe në rajon Maqedonia e Veriut. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pafshim.